Na meshkujt s'menojnë për Është familjen. ndjesia e nonës vetë, Na është e meshkujt nuk natyrshme. menojnë për familjen. Jo, nuk tha, kush e tha Ama jo, këtë? që kjo është ai vlerësimi i femrës në përgjithësi. Ti e bën fëmin edhe hajt, a ti se di mrena me çka unë e kam. Ti nuk e din që shune i përjetoj semet. Ti nuk e din që shune i kaloj Shumë në semet. rregull, mirë, po nëse ti e keni bashkëshorte ose në një lidhje në fjalë, pak a shumë ti ke kaluar për disa etapa të jetës, të cilat e ke pa pak a shumë sa është sahate. E ke pa se deri ku mundet më shku personi që e keti në krah. Kështu që nëse ti e sheh që çaj person në lidhje nuk i ka pritshmëritë se si pikërisht situat, atëherë është mirë kjo lidhje me u shkput qysh në fillim, sepse prandaj e ke mundësi me Apo një pyetje me ta bë. Kush bën kërkesa në aspekt personal. Kush bën kërkesa më shumë ti për divorc personal në asnjë moment. Vetëm pak Roland. Kush bën kërkesa më shumë ti për këtë aspekt. Unë jam shumë rregull me bashkëshortën time me është një familjen. temë dytë se ke lidhur. Unë po du me fol në aspektin Jo, personal. jo këtu në përgjigje, veç urna veç pyet. Kush bën kërkesa më shumë ti për divorc në botë edhe në Kosovë? Femra. Pse? Për shkak të mos bërbushjes së kushteve ekonomike.